Je njohur si shqiptar i mishit, nga studimet e tua në Padova për marrëdhënie ndërkombëtare, tashmë një ekspert i mishit. Çfarë të shtyu të merresh me këtë profesion? Po kështu është jeta në fillim nisme për shkenca politike dhe përfundume duke shit mish në Firenze. Nisi gjithçka si një pasion, edhe sot është me të vërtet një profesion edhe pasion bashkë. Dhe ja ku jemi të në Firenze. Shërbejmë pisha nga gjithë bota. Gatimi është shumë i thjeshtë, i vendosim qik në kot, në mënyrë që nxehtësia të infiltrohet nëpërmjet kocit deri në zemrën e bistekës, të arrijë një temperaturë për 60 gradë. Edhe pastaj mjaftojnë pak minuta nga njëra anë dhe nga ana tjetër, edhe jemi gati të servirojmë pishin tavolinë. Ne këshillojmë rigorozisht që të jetë gatuar al sangue. Veçantia e këtij mishi nuk është vetëm tek fakti që e vjetërojmë ose proponojmë mishin në këto frigorifera të predispozuar, por ashtu edhe seleksionimi i mishit. Diçka shumë më komplekse, është një art që shumë persona merren, edhe është një punë gjigante që bëhet mbrapa. Gjithaj proces derisa arrin në pjatë. Kështu mishin do marrim pas sa kemi nevojë, sa e dojmë, ne mjaftueshme është ta shijojmë dhe jo vetëm ta hajmë. Sigur është kultura jo shqiptare që të hajmë çdo ditë mish, mira është ta shijojmë, të bëjmë një rritje progresive.